Një qytetar ka denoncuar në redaksin ton gjendjen skandaloze të një pallati të dëmtuar nga tërmeti në lagjen numër 5 në Durrës. Në foton e dërguar, shihet një grumbull i madh mbeturinash dhe ujë i ndotur që ka mbuluar të gjithë katin e parë të ndërtesës, duke krijuar një situatë alarmante për shëndetin publik. Në foto shihen 10 bidona plastik, kanaçe, qese mbeturinash dhe mbeturina të tjera që lundrojnë në ujin e zgjidhjet të ndotur, i cili ka mbuluar shkallët dhe hapësirat poshtë pallatit. Dëmtimet në mure dhe shtyllat mbajtëse gjithashtu janë të dukshme, duke e bërë vendin edhe më të rrezikshëm. Era e rëndë dhe ndotja po shkaktojnë shqetësim të madh për banorët e lagjes. Denoncimi i plotë i qytetarit. Përshëndetje, shikoni në çfarë gjendje është lënë ky pallati dëmtuar nga tërmeti në Durrës, lagja numër 5, rruga H Myshketa. Bëjeni thirrje kryetares së bashkisë Sako të lërë fushatën 2 orë dhe të nisë punonësit e komunales, se nuk guxojmë dot të kalojmë nga era e pislëkut që po mbyt lagjen. Redaksia jonë i bën thirrje bashkisë Durrës dhe institucioneve përgjegjëse që të ndërhyjnë urgjentisht për pastrimin e këtij ambienti për të mbrojtur shëndetin dhe jetën e banorëve.